Vllaznia synon ta mbyll vitin 2015 me fitore. Ndaj Bylisit, shkodranët tentojnë vetëm të marrin 3 pikshin për të mbyllur vitin në mënyrë më të mirë, por edhe për të mundur një nga rivalet kryesore. Prej ditësh kuqeblut po stërviten maksimalisht, ndërsa lajmi i mirë është rikthimi në formacion i mbrojtësit Arbri, një nga shtyllat e ekipit për këtë sezon. Zëvendës trajneri Ervis Kraja thotë se kuqeblut janë përgatitur për fitore, pavarësisht se kundërshtari është një ekip i rrezikshëm. Skuadra po përgatitet për ndeshje të mirë. Motivimi është maksimal. Për vetë faktin se luajsim nga një rival direkt, si se Zbollshi, po me këtë fitore na kena objektivat tona si të shkojmë te vendi 7. Mbas parashikimeve, vetëm do të më bëj smetin, është e frikshme ndeshja me Bollshin, sepse vim as një barazimi në kryeqytet, një rezultat pozitiv, që duhet të rritë ritmi, djem duhet mu largu jashtë çdo euforie, bojnë punën e vetë, mungesa s'ka, rikthehet edhe Arbri, një pikë e rëndësishme për skuadrën. Edhe shpresojmë si dalim me sukses. Bylisi në ndeshjet e fundit ka treguar se është një skuadër me individ të mirë, duke marrë pikë ndaj ekipeve që renditen në krye të tabelës, por vllaznia do të tentojë që para tifozërisë së saj të marrë fitoren. Një rivalitet i fortë, por kuqeblut do tentojnë ta mbyllin me fitore 2015-ën. Një vit i trisht për futbollin shkodran, ku vllaznisë tashmë i ka mbetur vetëm emri.